Pak ditë pas goditjes së një grupi prej 15 personash në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni për çështje terrorizmi, 2 prej të arrestuarve në shtetin e Kosovës kanë pranuar të bashkëpunojnë me drejtësinë dhe të japin detaje konkrete për sulmin terrorist që ishte planifikuar të ndërmerrej ndaj ekipit të futbollit izraelit që do të ndeshje me Shqipërinë në Loroboriqi të Shkodrës. Krahas përgjimeve, dëshmitë të penduarve janë një tjetër provfajësie ndaj të akuzuarve për kryerjen e veprave me qëllime terroriste dhe nxitje të urrëties fetare, ku 4 prej të dyshuarve, imami veçpallur Gjezair Fishti, mjeku Bekim Protopapa, berberi Ergys Faslia dhe Medat Hasani, po mbahen në qelite e paraburgimit në kryeqytet. Prokuroria e krimeve të rënda përmes letërporosisë do të kërkojë të marrë zyrtarisht nga kolegët e saj në Kosovë dosje në fjalë me qëllim për të provuar se 4 të arrestuarit në Shqipëri bashkëpunonin ngushtë me këtë grup që u godit pak ditë më parë. Mbi bazën e përgjimeve është ndërtuar gjithashtu edhe skema se si do të goditej kombëtarja izraelite. Burime të besuara thanë për News 24 se grupi e kishte planifikuar me detaje sulmin terrorist. Burime sqaruan se kombëtarja e Izraelit do të sulmohej në momentin që do të zbriste në stadiumin Loroboriqi të Shkodrës pak përpara fillimit të ndeshjes. Fillimisht, në ambientet e jashtme të stadiumit do të shpërthehej një sasi e madhe tritoli dhe më pas në drejtim të futbollistëve që të dyshuari gjatë bisedave të përgjuara i cilësonin si qafir, do të qellohej me armë të rënda. Ndonse nga përgjimet është tërësisht e qartë skema se si do të sulmojë ekipi izraelit dhe se urdhrat ishin dhënë nga Lavdrim Muhaxheri, eksponent i shtetit islamik ISIS, të pasqaruara mbeten rolet e gjithë secilit prej të dyshuarve. Hetimet për këtë grup kanë nisur prej kohësh, ende pa u dënuar nga gjykata e krimeve të rënda, grupi prej 9 personash për të njëjtat vepra penale. Madje në kuadër të këtyre hetimeve, në një burg të sigurisë së lartë, është ushtruar kontroll dhe është gjetur një flamur i shtetit islamik ISIS.